nëse e falim farzën e xhami, e dim se kemi sevapin e shumë. Është e vërtetë. Muhamedi alayhi salatu ka thënë, namazi i besimtarit në xhami është më i vlefshëm pa 27 herë. 27 fish më tepër shpërblet se namazi i tij vetë në shtëpinë e tij. Kjo vlen për farzën. Kjo është për obligimin. Namazi në xhami është shumë fish më i shpërblyer. Pyetja shikues është, a vlen kjo për sunetin? Jo. Suneti është e kundërta. Suneti se fal xhami në rregull është. Ki punë, ki më shku dikon, ki frik tik suneti e fal xhami. Mirë po në rrethana të tjera kur ka mundësi njëri me fal sunetin në shtëpi vet, atëre sevapi më i madh me fal sunetin në shtëpi. Me fal në shtëpi është më e shpërblyeshme. Dhe për shembull sunetin e drekës ndoshta s'ka mundësi me fal në shtëpi. Për shkak se dhe vjen xhami ka mundësi namazi faltën. Por sunetin mund me fal në shtëpia të fundit. Sunetin e akshamit e fal të shtëpia, sunetin e yatsis të fundit e fal të shtëpia. Ka mundësi me fal të shtëpia. Ka mundësi sunetin e sabatit e fal të shtëpia. E pastaj shkon në xhami se ezan ball, për shkak se tani koha e namazit hin shumë më herët se që, domethënë, thirr ezani. Edhe pastaj pe ezanit presin koqa shumë çdo xhami deri në kamet, andaj ka mundësi njeriu në rrethana të zakonshme me fal sunetin e sabatit të shtëpia, pastaj me shku në xhami me fal farzën. Kjo është më e mira mundshme. Mirë po e fal të shtëpia në rregull. Nuk e fal të shtëpia, fal xhami në rregull është. Ne po flasim vetëm për aspektin e sevapit. E sevapi më i madh është për sunet në shtëpi, ndërsa për farz në xhami.